BDI publikoi sot dokumente zyrtare nga Agjencia e Katastrës që hapin dyshime serioze për marrëdhëniet pronësore dhe biznesore mes ish kryetarit të komunës së Çajirit Visar Ganiu dhe drejtorit aktual të Nomagas Nedim Rama. Sipas pretendimeve të BDI-s, të mbështetura në të dhëna nga Agjencia e Katastrës, në fletën pronësore numër 730 në komunën kadastrale Lisec Vongrat, si bartës të së drejtës figurojnë Ganiu dhe Rama. Po ashtu për parcelën e njëjtë 1455 është hapur edhe fletë për parashënim ndërtimi ku si bartës figuron vetëm Ganiu. BDI pretendon se në këtë parcel janë evidentuar 7 objekte shtëpi vikendi. BDI u bën thirrje Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, policisë financiare, drejtorisë së të hyrave publike dhe prokurorisë publike, që të hetojnë pavonesë të gjithë rrethana që lidhen me këtë pronësi të përbashkët dhe me ndërtimin e kompleksit të shtëpive vikendi. Ndaj akuzave të BDI-s ka reaguar Vlen duke i cilësuar ato si gënjeshtër dhe manipulim politik. Në reagimin e tyre ata theksojnë se BDI po përpiqet të largojë vëmendjen nga, siç thonë, skandalet e veta. Komunikata e BDI-s është gënjeshtër dhe nuk përbën luftë kundër korrupsionit, por fshehjet e korrupsionit të vet. Kjo është një përpjekje dëshpëruar e partisë, që për vite me radhë zhndëroi institucionit në shërbim privat, ndërsa sot përpiqet të luajë rolin e prokurorisë. Sipas Vlenit, dokumentet katastrale janë interpretuar në mënyrë të pasaktë dhe të qëllimshme duke u transformuar në konstruksione politike. Ata pretendojnë se nuk bëhet fjalë për një kompleks vikendesh, por për keq interpretim të dhënave dhe pjesëve ideale të pronës. Vlen gjithashtu deklaron se çdo funksionar dhe çdo pasuri duhet të jetë subjekt i kontrollit institucional, por akuzon BDI-n se po përdor komunikata politike për të ndërtuar narrativa kundër kundërshtarëve.